Një val e fuqishme moti i keq ka përfshirë Greqinë, duke lëmbas një viktimë dhe dëme të konsiderueshme, veçanërisht në rajonin e Atikës. Stuhia e ashpër i Minio u intensifikua gjatë orëve të natës duke sjellë rreshje të dendura shiu, stuhi dhe erëra të forta, të cilat goditën disa zona të vendit. Situata u përkeqësua mbas orës 23 në Atikë, ku përmbytje dhe ndërprerje të shumta u raportuan kryesisht në Atikën lindore. Zonat më të prekura përfshin Nea Makrin, Stamatën, Dionisos, Rafina dhe Pikermi, ndërsa probleme serioze u regjistruan edhe në ishuj si Poros dhe Rodos, si dhe në rajone të tjera. Një burr rreth 50 vjeç, shtetas polak, humbi jetën në Nea Makri, pasi u bllokua nga urat e përmbytjes. Sipas të dhënave paraprake, ai jetonte në një apartament në Bodrum, i cili u përmbyt gjatë stuhisë. Teksa përpiqej të largohej, u rrëmbye nga rrjedha e fuqishme e ujit. Trupi i tij u gjet nga shërbimet zjarfikse në një automjet në një kryqëzim lokal. Viktima u transportua me ambulancë në spital, por nuk mundi të mbijetonte plagëve. Autoritetet raportojnë se Atika lindore, veçanërisht zonat përreth Pentelit, përjetuan goditjen më të rëndë. Vetëm gjatë natës, qendra operacioneve të shërbimit zjarfikës mori qindra thirrje emergjente. Deri në orët e para të mëngjesit në rajonin e Atikës u regjistruan 483 ndërhyrje, përfshirë heqje pemësh të rrëzuara, pompime ujë, largim objektesh të rrezikshme, si dhe operacione shpëtimi për 10 qytetarë të bllokuar. Në një panoramë më të gjerë nga e mërkura deri te enjte në mëngjes, autoritetet morën gjithsej 674 thirrje për ndihmë në disa rajone të vendit, përfshirë Peloponezin, Egjeun Verior dhe Jugor, si dhe ishullin e Kretës. Stuhia i Minio ka rikthyer shqetësimet mbi përgatitjen infrastrukturore dhe kapacitetet përballuese ndaj fenomeneve ekstreme të motit, të cilat po bëjnë gjithnjë e më të shpeshta në rajon.